13 qershor. Dinjitet, krenari kush ngrihet për vendin e tij. Një brez i ri, hynor. Vetëm respekt ndaj tyre. Ekuacioni ka filluar të ndryshojë në administratën amerikane me qasjen në Shqipëri. Berisha ka drejt të udhtojë drejt Amerikës. Të jemi realist. Termi non grata nuk është përmendur as tek ajo fletrofeja e Blinkenit, sepse non grata është për një diplomat që të bëhet nga një vend. Natyrisht që departamenti ka një zyrë ku politikisht ndërhyn për aktorë të ndryshëm, duke dhënë kanotacionin e non gratës për drejtues politik, natyrisht që ka lobingje edhe kur e heq këtë mas, siç ka lobingje dhe kur e vendosin. Pra, në qoftë se mund të akuzojnë Berishën se ka paguar për të hequr kufizimin e vizës, imagjinoni se sa ka paguar Rama me Sorosit për të vendosur, dhe ashtu siç ishte e turpshme për mua ai lloj përkufizimi nga Blinkeni, që është për të gjithë njësoj, minimi demokracisë, korrupsion, edhe përgjigja me fjalën waiver, përjashtim, por për interesa kombëtare amerikane, për politikën e jashtme dhe në diplomaci, qëllim diplomaci. Të gjitha detajet se çfarë ka ndodhur me vendimin e rrugës, i di personalisht Berisha dhe departamenti. Unë i kam pyetur zyrtarisht, atë njoftim që kanë dhënë në Shqipëri e kam marrë rreth 3 orë përpara medias shqiptare, duke përfituar me statusin i atashuar në departament, e kisha të vështirë ta përkthej ato 3-4 rreshta, waiveri, është vetëm një vizë, është larguar për gjithë familjen, ai e dha për gjithë, dhe kur pyeta, çdo case merret veçanërisht dhe nuk mund të japim koment, Robert, sepse ka konfidencialitet. Është konfidenciale. Por ekuacioni ndryshon dhe Ramas mund të thuhet a e kalon dot oqeanin. Natyrisht është kryeministër, por ai e di që bashkëshortja e tij u ndalua në shumë se 2 orë. Natyrisht javën që vjen do të dalin fakte të reja, janë rreth $1 miliard të kaluara në Dubai, të kapura nga agjencitë e pastrimit parave nga Europa këtë radhë, të Ramës personalisht dhe njerëzve afër tij. Në qoftë se do të kem dokumentat me fakte, unë do t'i publikoj. Siç kanë qenë dhe $100 milion nga Abbey Bank në Cayman Islands. Fakte që SPAK po fillon të lëshojë mandate arreste për njerëz të Arubës, e tregon qartë që edhe mbas asaj proteste të madhe të atij brezi hynor janë dhe amerikanët. Sistemi i pushtetit këtu nuk është thjesht tek shtëpia e bardhë, nuk është Amerika e Donald Trump, no way. Amerika është shumë herë më e madhe se edhe Trump. Edhe pse është njëri votuar nga djathtë amerikane. Ky vend ka drejtësi. Ndaj unë të them që tralalaja e Trumpit, Ivanka, apo dhëndri mediokër Kushner, thjesht është një barë mbi supët e Donit të madh, sepse duan të vjedhin. Por këtu media s'të lë, dhe çdo ditë i godet. Edhe Trump, që është i gjithë pushtetshëm, i superfuqisë më të madhe në botë, nuk ka ditë që nuk turpërohet, ofendohet, shahet nga media, e cila të shumë është radikale, por dhe nga vendimet e gjykatave të drejtësisë. Trump dihet, është narcisist. Trump është Trump. Dhe kërkon që të vendosë emrin e tij kudo. Tek Kennedy Center të vendosësh Donald Trump and Kennedy Center ishte diçka që i kaloi masën. Në 2 të natës mbrëm është hequr emri Donald Trump, mbas një vendimi të gjykatës. Megjithatë, Trump është në një pozicion që mund të mbesë në histori si nga presidentët më të mëdhenj, në qoftë se zgjidh konfliktin e madh me Iranin, dhe në qoftë se ekonomia fillon të ristarton përsëri. Ka shenja se do të shkatrojë ndihmën amerikane tek NATO.
do të heqë thuajse bazat, do të ullë numrin e avionëve, por Trump edhe 2 vjet është. Nuk besoj se Amerika do të largohet, sepse kjo na dëmton. I kthem edhe një herë protestave dinjitoze, qytetare, me energji të madhe, ata dje me vajza nuk tërhiqen dhe si një pasqyrë e keqe e unukët e Ramës, ata që me urdhra nga administrata shkuan tek sheshi Italia, i pat fytyrat e tyre. Ata nuk duhet punojnë asnjëri më në administratë. Aktivitet politik. Ndërkohë që gjithë Tirana zihen, kur nuk ka media botërore që nuk jep këtë oqean protestuesisht dinjitos. Dhe Rama veshur si iranian, duke folur si idiot, bën nga akuzat më monstruoze. Edvin Rama, pse nuk thuaj që CIA me organizon këto? Se kështu ka thënë para arsi yt gjithmonë. Zotëri, mund të paguash përmes çifutëve të ndyrë politikës, Rothschild, i cili delte Epstein Files. Shqipëria nuk është e jote. Shqipëria është e shqiptarëve. Pse harruat të thire teje të bukur, Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Është nga metat Frashëri i madh. Nga familja Frashëri, pas ka qenë pronare zëvendësme. Fakti që SPAK ka dërguar mandatet e arrestit për ata që kanë bërë takimet në Aruba, lidhet me Sinaloa, milionat e dollarëve, është nul. Në Sazan, mediokri kushtin është zbythur me kohë. Nuk mundet. Kushtin e ka dështuar çdo biznes që ka pasur. Natyrisht menaxhon miliardat e dollarëve të Katarit, ose janë tjerë. Sekser është që i futi polak kushtin. Asnjë lidhje me të djathtën amerikane. Familja e tij bankomat për radikalët e maj. E di gjithkush. Dhe shqiptarë amerikanët, ndërta dhe unë, kanë votuar për Donald Trump. As për dhëndën mediokër, as për vajzën tralala. Sazani është tokë shqiptare. Edhe sikur të donin të investonin vetëm infrastruktura, do rreth 20 miliardë dollar. Por ai det, ajo që anë i madh protestuesis kanë shkuar tejet Sazanit, tejet Zvërnecit, tejet Rjollit. Duan, si që thonë ata, Shqipëri të re. Unë kam thënë që Republikë të re, kushtetutë të re, gjykatë të lartë të re, çdo gjë nga e para. Dhe ky brez që është sot në parlament, askush mos ketë drejt të hyjë më. Ishin 35 vite. Natyrisht që me mikrofon flasin shumë njerëz. Është liria të folurit. Por unë ndaj mendimin me Xhevat Mustafën, gazetarin e shquar Trilindjes, që personat që kanë dalë me tregisht në Vlorë nuk duhet të kenë akses. E keqja është amnezia që shqiptarët harrojnë. Dosjet e krimit në 97-s janë monstruoze. Rama është lidhur me krimin kë me kokë. Ndaj fletë si idiot. Ora je vendi NATO-s. Si mundet Irani të cënoj sigurinë kombëtare të vendit të NATO-s dhe agjencitë e kundërzubullimit të NATO-s nuk thonë kanë asgjë? A e diti që ke shef stacionit CIA-s në ambasadën amerikane? Raporton çdo ditë këtu. Dhe kontakte kanë me të rinjt. Ashtu siç kanë me Ditmir Bushatin apo Skyrë Palin e kompani që do të heqin. E kam thënë, ty të urrejnë gjithë. Edhe ata që i morë si eunuk mendor tek Ajan Timitin Turpi, që na kujton na kthe kohën e Xhelil Gjonit, ku gjithë administrata ishte detyruar të dilte, mbasi erojnë të hynë për ambasada, por shumë mbase dolën për përdorur variantin e Ceaușescut, se u tha do dalë Ramiz Alia,
dhe gjithë turma, po i them, do të thriste miu, por nuk e bën ata të shefsh Italia. Por masa tjetër është tejet më e madhe, tejet më perëndimore, nga fytyrat, nga veshja, ke fëmijë, ke të moshuar, ka dalë Tirana, vazhduesi Enver Hoxhës, leni prallat partit 35 vjeçare. Po merri ata që kanë tribun, nga Mikdoklet, nga Mizruçat. Shikoj vitin e pranimit marti. Partia jote ka nisur 8 nëntor, e themeluar nga Jugoslavët, nga Serbët. Fakt. Por nuk mund të them që nuk ka pasur komunistë ndershëm, se kanë qenë 160 vetë. Por kupola, që të vendosi ty dihet që është e gjakt, anti-amerikane. Ti je zagari Sorosit. Kujton ti se në administratën amerikane nuk e din, por nuk ka kohë të merret, por shuplakat i kanë dhënë. Ty nuk të pritin në Washington as Biden. Ti kërkove të takohesh me Kamala Harrisin gjatë fushatës. Atë ligavecin e vogël politik, krijesën tënde, Velia e priti, ty jo. Ti shkon nga pas dorit madh në për veprimtarit ku ty të fut vota shqiptarëve, si këtë bordi i paqes që doli një null. Por ata që janë afër zotit Trump, ata që ndruan ekuacionin e qasjes me Berishën, e din mirë se cili je ti. Aq më tepër FBI dhe Departamenti i Drejtësisë kanë dosje tejet masive dhe ti kam thënë me kohë. Sinaloa, Aruba, Meganilu. Do të vazhdoj akoma. Investimet si aksioneri fshet, hotelesh, transfertat e Abbey Bank në Cayman Islands. Ti korruptove një të korruptueshëm të FBI, po ti e gjithkund dosi. Do të dalin transfertat në Dubai. Nuk ka nevojë shqiptarët, sepse shikojnë, me kë oligark të sajuar prej teje, se si pastrojnë miliarda dollar në kullat përbindshme. Ti që zgjedh arkitekt tuaj, kur janë me qindra arkitekt shkëlqyer në Shqipëri, po ti këtë s'kupton. Prandaj është çuar ai brez. Unë e di që aty ka student nga Polis, që nuk janë të varfër, që janë potencialisht arkitekt shumë herë më të mirë se ata që të bie ti. Dhe ata e kuptojnë që ti kërkon t'i kthesh në sklever të zallës, të lindës, të lindave. Ti kërkon të biesh 1 milion Bangladesha ose indian, të largosh dhe 1 milion shqiptar, të biesh ata që fut të polakut në Netanyahu. Nuk të lëkush. Dikush të duhet vrarë, frika. Duhet të hequr zvarr, Rama. Gjithkush e vendos vetë fundin e tij. Natyrisht, ju them miqve të mi, kanë kaluar 13 ditë protesta. Ramiz Alia ra me 2-3 ditë. Një regjim 13 vjeçar është vështirë që ta zhdukesh me 13 ditë. Por qëndresa, përballja është kulmante. Është shpresëdhënëse. Dhe vjen deri këtu në New York. E ndjej. Shumë nga ne kanë dëshirë të kthehen në vendin e Ramës. Por jo me Ramën. Por me këtë rini të bukur që do të prodhoj edhe zgjidhje politike. Dikush në nqeshte, përbuste, kur studentët e 90-s nxorën dikë si Azem Hajdari. E mbani mend se çfarë kanë thënë? E mbani mend si thonë, ha mos e për drita janë çuar, ku marrin vesh konviktor janë. Se kuptuan thelbin, po ai uragani madhi në zhduku ashtu siç meritonin. Por dhe në atë kohë u treguan fisnik. Sipas raporteve të CIA-s, në një përmbysje sistemi në Shqipëri, të paktën 300 nga kupola komuniste do të ekzekutoheshin. Shqiptarët nuk e bën. Rama organizon antimitingje. Rama ka rrjedhur. Nuk e kalon dot oqeanin politikisht. Kur?
Dhe ata që kanë atë zyrën e non gratave, ose ta mbyllin për Shqipërinë, ose të fillojnë të bëjnë non grata Ballukun dhe dy lindat e tjera dhe vetë Ramën. Në qoftë se përdorin të njëjtin italian për korrupsion, siç përdorin Blinkeni për Berishën, për kjo administratë e ktheu. Më të korruptuar në galaktik, se sa mafios të qeverisë shqiptare nuk besoj se ka, nga ta që janë pushtet. Por, emri ti del gjithkund. Dhe kur unë kam thënë disa herë që këtu, kur arrin që një media e djathtë, që ka akses të doni i madh, thot Rama si Noriega, apo si Erdogan, nuk ka se çfarë të thuash më. Dhe ti që i e shtrirë Barkas me Tralalan, me Ivankën, me Kushnerin, ti dihet që je zagari Soros. Dhe e bëre sfidë. Erdhe tek dasma e dikujt që s'dihet se ka qenë i fejuar me një Afrikan-Amerikan më parë, aty është tek hullia yte. Dhe ti e ke guxim që të ofendosh një brez që janë me shekuj larteje në çdo gjë. Në portret, Buffon, Karagjos, i veshur si iranian. Ishte një gazetare tek Top Channel, ai kanali yt, që të dha një leksion. Slow down. Nuk kam unë 14 vjet në pushtet dhe them çdo ditë që do keni 24 orë ujë. Mbaroj çdo gjë është propagandë. Aty, ti po pastron letrat, unë e kuptoj. Ti hiqesh si trim. Por për mua duket si Gaddafi që përtiste dhe bën antimitingje. Po nuk më shqitet ai Baraku se si e morën në zvarre, çuan tek gjykatësi mbas një stroke. Fundi mbajt mend. Fundi hyt dihet. Kanë filluar disa emra brenda Partisë Socialiste, respekt ndaj Arta Dadës. Më bukur se ajo s'ta ka thënë. Nuk jam me antimitingut tën, po me atë energji të rinisë në shesh. Por ti do gjesh servil, do gjesh të paguar. Por rreti yt del gjithkund, edhe në Zërnec. Nuk i ha njëri prallët e sirianëve dhe të Katarit. Janë miliardat e tua me ata oligarkë që vetëm emrin kanë që kanë kaluar në Dubai. Ndaj, jo rastësisht ti shkon aq shpesh në vendet arabe. Duke shkuar hu, fundin dihet. Respekt dhe njëherë për ata të rinjët të reja. Këtu nesër në New York mendohet të jenë mira vetë. Në Tiranë sot, edhe pse kanceluar sa fluturime, do të të vinë bitë e Shqipës gjithkund ku janë hapur. Rënjët nuk janë prerë. Unë e shikoj tek të rinjt këtu se sa janë thuajse në një val mendimi, qëndrimi, reagimi me brezin e tyre. E them njëherë me respekt hyjnor. Natyrisht që mikrofonin mund ta marrin shumë njerëz, duhet të ketë një lloj seleksionimi, mendimi im. Afroni pedagogët, profesorët që kanë qenë me ju. Largoni nga antishqiptarët e 97-s. Largoni nga figurat që duket që nuk kanë intelektuali. Megjithatë, Rama do të vdes dhe zot ta marrë vesh organizatorin. Or zot Trio shok, vazhdues teori. Je ti organizatori. Është qeveria jote e ndyrë. Ato barkat shtriu tënë si servil me të fortët, me Ivankat, me Tralalat, me Kushnerin, dhe krekosja ndaj asaj rinie me akuzat më monstruoze. Ti nuk e investuar tek vetja mbas 90-s. Ky brezëri po. Nuk afrohesh dot me ta. Ta pam, ta dëgjuam nivelin anglistës. Mos fol më. Ta pam si ndenjë si pul. Në atë zyrë me lulka e pulka e veshur si iranian. Një vajzë elegante, me 3 fjalë, ta dha fundin. 14 vjet në pushtet dhe vazhdon prallat që do të kemi 24 orë ujë. Zhduku,
zhduku, do të zhdukin, fondi duhet të jetë me logjik. Nuk kthehet mbas kjo masë e madhe. As nga kampionati botror, as nga çdo gjë. Nuk i ble dot. Nuk i ble dot se ti median e ke vlerë. Dhe ata që janë aty as nuk duan ta dinë për median tënde. Se nuk e shohin. Kjo duket qartë. Ora si mund dalin me mira vetë ku nuk kanë një media? Si? Plas. Nuk e merr vesh kurrë se e mbyllur të ajo kulla e fildisht e krimit. Lindat po tallen me ty. 2 orë ta mbajtën JFK. Provojeja. Ekuacioni ka ndryshuar. Ti meriton ato që takon. Ka Zot. Edhe njerë faleminderit ti mbrez. Realisht dynor që na ka dhënë shpresë. Të gjithë duan të kthehen tek vendi i art, por jo me ty. Ti mund të ratisësh, të marrësh miliardat, thuhet 5 miliard, nuk i gëzon. Absolutisht. Kudo në Shqipëri.